Po, si them, ne kemi deklaruar që pra faza, të them, projekti i parë për vendosjen e kamerave, faza e fundit është përfundu. Deri me tani janë vendosur 165 kamera në 54 lokacione. Kjo është vetëm, të them, një pjesë e vogël e asaj se çka ne mëtojmë të bëjmë. Nga viti tjetër, pra nga viti 2026 kemi parapar me buxhet që të vazhdojmë dhe plani që është bërë bashkërisht nga policia e Kryeqytetit dhe drejtoria e sigurisë parasheh që të vendosen afër 600 kamera në 200 lokacione në Kryeqytet. Po përfitimi është fillimisht është parandalimi dhe rritja e sigurisë publike në Kryeqytet. Kemi të bëjmë me rritje të sigurisë publike në përgjithësi, po ashtu kemi të bëjmë edhe me kontrollin më të mirë të trafikut, kontrollin më të mirë të mobilitetit dhe zbulimin e rasteve. Deri me tani sipas dhënave që kemi nga policia e Kryeqytetit, kemi një rritje të zbulueshmërisë së rasteve deri në 30%, po ashtu edhe një parandalim apo zvogëlim të rasteve deri në 30% dhe deri në 100% kemi zbulueshmëri të rasteve godet dhe ik, pra kur pjesëmarrësit në komunikacion shkaktojnë aksident dhe ikin, për arsye se kamerat janë vendosura në gjitha hyrjet daljet e Kryeqytetit, vendosura janë në pikat në udhkryqet, në sheshet kryesore, në rrugët kryesore, pra dhe do të vazhdojmë që të vendosim në të gjitha pjesët e Kryeqytetit sipas vlerësimit të rrezikshmërisë. Po kush do të monitorojë? Sipas ligjit, vetmit janë Policia e Kosovës dhe në këtë rast Drejtoria e Policisë së Kryeqytetit, e cila vetëm se kemi vendosur një pikë të monitorimit në sektorin e trafikut të Kryeqytetit dhe të cilat monitoron 24/7.